Ju ke vrejt. Ku je më zamër? Ku je më zamër mirë mbroma. Si na po që 2 orë gjysmë. Qysh me të nëzuna frajerin? Qysh me remandzune frajerin? A jeti normal? Pa në zamër, që të saj shë njësë dhej. Zamër. Gëzuaran, ajrin posh, zotën, ajrin tok, buke sa. Allah hile, qysh e besut që vullneti mund të mandzon frajerin mu. Po është Po, nëse është frajerin, kësa na qysh mund të me konë ajtë vrani frajerin jem. Se si mund të me konë gej edhe me këto. Apo kutani? O mund të me konë bi, po. Unë e nga pa jenë. Okej. E nashme. E nashme. E vërtet. Një skandal tjetër. Vullnet mirë mbroma, zamër. As për qori. U të dhe sprushim tash në kamerën. Ta, zamër. Qyshe? Mirë, vallë, zamër. A je mirë? Perfekt jam konë, hitë s'kupdojnë libanesës, s'më isha me do libanesës, s'kupdojnë libanesës. Tek e marë frajerin. Marët koft. Po. Edhe unë zamër, ha? E vishtë ishta me kalëzu, pse kena po qëta? Po, ka dalë ta kalëzoj njëherë një rast, shumë interesant, që ka ndodhë. Qa ditë që jena unfollow na dy, që e bërëm plan që me bo një dram të tillë, doja me pi kafe, edhe po vjen një familjare jemja, edhe të ma bën. Qysh je, je mirë nejse, më folje edhe shkoj. Kur po më shkru në snap, tha, oj zamër heq besmu doke mirë. Unë e mas mirë ti më bot të folj me ty. Shka nuk është mirë. Edhe, oj, zamër brejt s'mu doke mirë, tash pse moj, po s'di bre që kjo puna me vullnetin, garant ka bo mu një te për keq, a bëde, tash po.